Jam në planifikim familjar dhe jam në pritje të analizave për sklerozë multiple. A mund të bëhem nanë? Mund të bëheni nanë, do thotë skleroza multiple nuk është një smundje e cila e privon një grua apo një baba, një burr nga të qenit prind, sidomos po flasim për gratë që është më e ndihshme. Do thotë secila paciente me sklerozë multiple mund të planifikojë shtatzani. Skleroza multiple nuk ka ndonjë implikim në aftësinë e fertilitetit, me sa e dim. Dhe tash çështja është vetëm te terapia e sklerozës multiple, sepse pacientët me sklerozë multiple kanë një terapi afatgjate imunomodulatore. A ndërprehet? Ndërprehet varësisht nga lloji, sepse kemi barna të cilët quhen interferone, të cilët në shtatzani nuk ndërprehen, dhe kemi pas dhe kemi shumë raste të pacientët tona të cilët janë aktualisht shtatzën ose kanë qenë shtatzëna dhe të cilët kanë preferuar ta vazhdojnë terapinë me rekomandimin ton normalisht, me lejen ton normalisht, dhe të cilët kanë lindur fëmijë të shëndosh. Por kemi edhe barna të cilat nuk lejohen në shtatzani, prandaj gjithmonë kur fillohet terapia imunomodulatore duhet të ketë parasysh çfarë moshe ka pacientja, në çfarë statusi civil ka, çka janë planet për shtatzani duhet të diskutohet dhe të merret një vendim i përbashkët se cilën terapi ta fillojmë. E qartë. Kështu që shumica e barnave megjithatë duhet të ndërpriten, prandaj duhet ta marrin informimin, edhe zoja në fjalë nëse është në Kosovë, patjetër se do të takohet me neve, nëse nuk është në vendin ku jeton do të takohet me mjekun dhe ta merr informatën nga mjeku se secili ilaç ndryshon, para sa kohë duhet të ndërpritet, në çfarë faze të smundjes mund të planifikohet shtatzania. Pra të merr informatat të caktuara nga mjeku i saj.